Mirëmbrëma të nderuar miq, ja ku jemi në një tjetër episod të emisionit History, ku në qendër të emisionit është padyshim dokumentari dhe që nëpërmjet tij ne do të zbulojmë personazhin e mbrëmjes së sotme. Autori i dokumentarit është kolegu Ferdinand Dervishi. Mirëmbrëma Ferdinand. Sot në fakt do të flasim për një personazh shumë të famshëm dhe besoj sapo ta përmendim më njëherë publiku do të ketë kërshëri. Është Xhevdet Mustafa, banda e tij dhe personazhin në vetvete, sepse banda e tij, edhe pse u quajt banda, ai nuk është se kishte një grup të tërë njerëzish me vete, por një njeri i cili ishte arratisur në Shtetet Bashkuara të Amerikës tenton të vijë në Shqipëri me një qëllim të caktuar dhe këtu më pas do të gjente edhe vdekjen. Besoj do kemi diçka të re për të zbuluar nga Xhevdet Mustafa? Po, besoj se për atë punë e kam sjell këtë dokumentar, e kam ndërtuar këtë dokumentar, për të thënë një version më afër përfundimtares. Dhe për të sqaruar se si ka mundësi 3 njerëz të ngarkohen me armatime dhe të futen, të çajnë një diktaturë, pra një shtet të tërë, ta thyen fillimisht në mendjen e tyre dhe të futen dhe ta provojnë. Pra, kjo është një mision vetvrasës që në fillim dhe në fund. Se dhe një detaj, 3 njerëz, pra ajo që kur njerëzit dëgjojnë fjalën band, kujtojnë se mund të jetë 15, 20 veta apo mbi 20 veta. Kemi të bëjmë vetëm me një grup të vogël njerëzish, vetëm 3 veta. Vetëm 3 veta dhe duhet të kemi parasysh kohën se kur ka ndodhur. Po. Ka ndodhur në shtator të vitit 1982. Pra, nëse ka një shtet komunist të betonuar, kjo është nga periudat kur ka qenë shumë i fortë shteti. Jemi gati një vit, gati 10 muaj mbas vetvrasjes së Mehmet Shehut. Pra, kishte ndodhur një tundje e madhe, ishin arrestuar grupi ashtu quajtur armiqësor i Mehmet Shehut, gruaja e vet, fëmijët e vet, disa ministra e tjera, dhe po ishte filluar të bëj gropa dhe grupit fundit Kadria Zbiu dhe Feçor Shehut. Dhe në këtë moment vjen banda. E ashtu quajtura band, një grup prej 3 vetësh të armatosur nga Italia. Pra, kjo është koha që e bëri të famshme. Të famshme e bëri fakti se si ka mundësi 3 njerëz ta dinë që përpara se të shkojnë se rezultati i ndërmarrjes së tyre është nën 50% e realizimit të tij. Kjo është e veçanta. Ndërkohë, ajo që ne sjellim për herë të parë të plot në dokumentar është se përse u bë e gjitha kjo. Pra, flasim në atë kohë regjimi komunist erdhën për terror dhe për të vrarë Enver Hoxhën dhe shkojmë në disa versione dhe versionet më interesante janë të medjeve të huaja që thonë shkuan të organizonin një gru shteti. Pra, shumë interesante, ne do i marrim në analizë të gjitha këto dhe do nxjerrim se përse ata erdhën në Shqipëri duke ndërmarrë një aventurë vetvrasëse. Para se të shkojmë tek pjesa e parë e dokumentarit, meqense çdo fjali që përmend Ferdinand të nxjerr tek një pyetje. Për shembull, mund të themi që ka patur apo fare lidhje mes kësaj bande dhe atyre që ju përmendët, le të themi elitave të fundit të ish regjimit komunist, si pikërisht ish kryeministri apo dhe grupi i fundit i armiqve që u zbuloi regjimin. Mund të ketë pas lidhje me situatën. Po nuk ka pas lidhje me personazhet veçantë. Po jo të drejt për drejt, pra orientim që mund të... Jo, nuk ka pas lidhje. Edhe pse u shfrytëzua për gjyqin e Kadria Zbiut, i infiltruari i sigurimit shtetit në këtë band, ju ndryshua dëshmia. Pra, jo dëshmia fillestare kur ai u kap, u hodh poshtë, ju bën një dëshmi tjetër e qëndisur, e shkruar nga sigurimi i shtetit, që e mësoi përmendësh që të godiste Kadria Zbiun. Pra, në këto rrethana u përdor grupi, por jo se kishte dhe jo se del në një lidhje me personazhe brenda Shqipërisë, personazhe politik të asaj kohe. Duke qenë se detaji qendrore i 3 personave në pikpamjen tënde, pse e bën këtë band kaq të rëndësishme? Paktën në mënyrën se si u reklamuan atë kohë, se nuk është se çfarë mund të themi tani është e kuptueshme që kjo band nuk e ka patur atë rrezikshmëri. Ishte një aventurë ekstremisht vetvrasëse. Ekstremisht vetvrasëse. Të vesh t'i biesh murit me kokë, duke e ditur që do thyesh kokën.
Pra kjo ishte ajo e veçanta. Është shumë e abisme se si Xhevdet Mustafa mbas kësaj historie, në ato librat që bëhen në New York për njerëz të shquar të një grupi lagjesh i diçka e tillë, zë vend ta zëm bas Maksim Gorkit, që ka jetuar atje disa kohë, apo disa poetëve të famshëm, apo njerëzve shumë të famshëm të nivelit botëror. Që s'më kujtojnë tani emrat, po të nivelit botëror, dhe aty fusin dhe Xhevdet Mustafën pikërisht për shkak të kësaj aventure krejt të pa imagjinueshme. Mirë, është koha të ndjekim pjesën e parë të dokumentarit përgatitur nga Ferdinand Dervishi për bandën e Xhevdet Mustafës dhe rikthehemi më pas në studio për të analizuar se çfarë ishte ky grup dhe çfarë qëllimi kishte. Natën e 25 shtatorit të vitit 1982, një skaf i vogël i nisur nga brigjet e Italisë zbriti në bregdetin e Divjakës një grup njerëzish të armatosur, që në pamje të parë drejtohej nga Xhevdet Mustafa, një i arratisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi, sipas burimeve të kohës, ishte eliminimi fizik i diktatorit komunist Enver Hoxha. Alarmi. Ngjarja e pazakont mobilizoi një shtet të tërë për asgjësimin e asaj që u konsiderua një bandë terroriste. Forcat e shumta policore, ushtarake dhe vullnetare rrethuan zonën. Fotografia e Xhevdet Mustafës u shpërnda pa kursim nga oficerët e shërbimit sekret të quajtur sigurimi i shtetit. Një ditë më pas, rreth 20 kilometër më tej, në stacionin e trenit të Rogozhinës, 3 antarët e grupit armatosur bien në përpjekje me policinë dhe pak kohë më pas neutralizohen. Nga kjo kohë kanë kaluar vite dhe dekada, janë emetuar në media versionet ngjarjes, janë intervistuar dëshmitar dhe paraqitur dokumente. Por qëllimi i vërtet i kësaj ndërmarrje e vetvrasëse në asnjë rast nuk është zbardhur në formë përfundimtare. Gjatë kohës së komunizmit, publikut ju servir versionin që thoshte se ata kishin ardhur të kryenin akte terroriste dhe se qëllimi final ishte eliminimi i udhëheqësit Enver Hoxha. Po kështu, gjatë komunizmit u tha se banda ishte investimi i amerikanëve dhe jugoslavëve e të tjera të ngjashme. Madje pak kohë më pas, i arrestuari i vetëm i grupit, Halid Bajrami, do të përdorej për të rënduar në gjyq situatën e ish ministrit të mbrojtjes Kadri Hasbiu. Por çfarë thon dokumentet e kohës për këtë ngjarje? Cila është e vërteta e ardhjes së kësaj bande, për llogari të kujt u nis në Shqipëri dhe cilat ishin detyrat? I ndërtuar i gjithi sipas të dhënave të nxjerra në dokumentet zyrtare të kohës, si dhe dëshmive të protagonistëve, një pjesë të cilëve publikohen për herë të parë, ky dokumentar do të mundohet të konfigurojë një version të afërt të së vërtetës. Thënë të vërtetën, organizimi i këtij grupimi për të depërtuar në territorin shqiptar është ndjekur qysh në fillesat e tij nga policia politike e Enver Hoxhës, e njohur si sigurimi i shtetit. Madje dokumentet e para të sigurimit të shtetit që vërtetojnë se grupi i Xhevdet Mustafës po ndiqej me kujdes, sipas këtij informacioni të drejtorisë së parë, janë të 7-8 muajve para ngjarjes, nisur nga prilli 1982. Lënda e materialit janë masat që duhen marrë për zbulimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë terroriste të disa të arratisurve. Nga të dhënat e drejtorisë së tretë, rezulton se i arratisuri Xhevdet Mustafa nga rrethi i Durrësit, që njihet si pjesëmarrës aktiv i organizatës reaksionare të legalitetit, të kryesuar nga Leka Zogu, ka ardhur nga Amerika në Rom dhe në bashkëpunim me të arratisurit Sabaudin Haznedari, e mentor Çoku, krerë të emigracionit reaksionar jashtë shtetit dhe që u shërbejnë si zbulimit italian dhe ati jugoslav, po interesohen të blejnë armë e pajisje të tjera për të kryer akte terroriste e diversioniste kundër vendit tonë. Ndërsa sipas këtij punimi të MNOTEDA-it, një zyrtari të lartë të sigurimit të shtetit,
I aratisuri Xhevdet Mustafa fillimisht nuk është marrë me veprimtari kundër regjimit komunist të Tiranës. Nga viti 81 u shpërngull. Duhet veçuar fakti se informacionet e Mëno Dedajt për Xhevdet Mustafën konsiderohen të besueshme nga njohës të historisë së sigurimit të shtetit. Kjo sepse në të njëjtën periudhë kohore, Mëno Dedaj ka jetuar në New York i atashuar pranë misionit të Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Gjatë periudhës që jetonte në Amerikë, Xhevdeti njihej nga ana jon, sigurimi i shtetit. Në informacionet të disponuara, shënjohej si kontrabandiste përdorues droge, survejohej nga FBI. Ai ishte arratisur nga dheu në vitin 1964. Formoi andej familje, banonte në New York. E reklamonte veten admirues të Lekazogut. Bashkëpunonte me disa shqiptar të ardhur nga trojet tona etnike në Jugosllavi. Nuk spikaste për propagandë kundër vendit ton. Në organizimet politike nuk qasej. Në Shqipëri kishte pjesën tjetër të familjes dhe të afërm. Sipas Mëno Dedajt, Xhevdet Mustafa ndryshon mentalitet dhe hidhet në veprimtari antikomuniste pasi arrestohet nga policia amerikane për posedim apo trafik droge dhe pas dyshimeve se kishte rënë në vorbullën e spionazhit jugoslav. Nga që u zhyt në ujra të ndyra, ku as dinte as mundej të notonte, me kohë qëllimi i Xhevdetit u ngjyros me politikë anti-shqiptare. Ram në gjurmë të kontakteve të tij të vazhdueshme me punonjës të misionit jugoslav pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. U sigurua informata e besueshme për shoqërinë e këndshme që i falte një emisare e UDB-s e ardhur nga Jugoslavia. Kohët e fundit dukej me të në New York, shëtisnin në përqytete të ndryshme amerikane. Njësia e organit informativ në New York, sipas një plani të posaçëm e të detajuar, ngjeshi skemën e kontrollimit me përparësi mbi kësi lloj lidhjesh. Në këtë periudhë kohore, për habi, sigurimi i shtetit arrin të grumbullojë një numër faktesh të rëndësishme lidhur me veprimtarinë e Xhevdet Mustafës. Mësohet se ai ka nisur të ushtrohet me pistolet në një poligon privat, por më interesante janë të dhënat për pajisjen me një pasaport amerikane false. Duke gjurmuar pa ndërprerje Xhevdet Mustafën, dikush zbuloi dhe na dërgoi haber se ky individ u pajis me pasaport amerikane me emër të rrem Basri Lula, i panjohur për ne. Ju kushtua vëmendje duhur një dëshmie si kjo. Me anën e njohjeve tona dhe nëpërmjet një përpunimi intensiv, i ram në të se ku sheku në xhyr kundrejt $5.200 ja përgatitën pasaportën e falsifikuar. Po sipas librit të Mëno Dedajt, fakti i pajisjes së Xhevdet Mustafës me pasaport false kishte vënë në lëvizje sigurimin e shtetit. Më tepër njerëz ishin vënë në gjurmë të tij dhe ishte vërtetuar një udhëtim në Zelandën e Re ku Xhevdeti ishte takuar me një shqiptar të arratisur për shkak të regjimit komunist. Mëtej me alarm të shtuar, ishte monitoruar edhe udhëtimi i tij në Belgjik, në shoqërinë e të njëjtës femër, të dyshuar si agjente të UDB-s. Mbërritja e Xhevdet Mustafës në Europë shkakton alarm tek njerëzit e sigurimit të shtetit. Dedaj shkruan se në këtë pikë, sigurimi i shtetit ndryshoi mënyrën e veprimit. Sipas tij, për të ndjekur nga pas veprimet e Xhevdet Mustafës, u zgjodhen dhe caktuan disa nga kuadrot më të zotë dhe më të përgatitur. Pas Belgjikës, sigurimi i shtetit mëson lëvizjen e Xhevdet Mustafës drejt Italisë. Gjatë lëvizjes së Xhevdetit në Europë, u konstatua që sapo u shkëput prej shoqërueses UDB-iste, fluturoi drejt Italisë. Atje, në Rom pikërisht, komunikoi me Sabaudin Haznedarin. Ja njihnim aktivitetin armiqësor, bashkëpunimin intensiv me UDB-n për trajtimin e bandës së Abdyl Banushit në mesin e viteve 70, ndonse pas goditjes së Abdylit nuk guxoi më të shfaqte shenja agresiviteti kundër vendit ton. Megjithatë, prekosh na tërhiqnin vëmendjen sidomos lidhjet e dyshimta që ky njeri mbante në Rom me njërin nga sekretarët e ambasadës jugoslave, Peter Pavlić. Sabaudin Haznedari ishte një shqiptar i arratisur për shkak të komunizmit, i cili jetonte në Itali.
Madje, sipas dedajt, kreu i grupit të emërtuar si i Xhevdet Mustafës, që zbarkoi në brigjet shqiptare në shtator të vitit 1982, ishte Sabaudini dhe jo Xhevdeti. Sabaudin Haznedari ishte i njohur dhe skeduar nga sigurimi i shtetit, sidomos pas aktit terrorist të datës 20 maj 1974, kur ai, së bashku me Avdyl Banushin, i vendosën lëndë eksplozive me veprim të vonuar ndërtesës së ambasadës së Shqipërisë në Rom. Në Itali, grupit i bashkohen edhe 2 shqiptar të tjerë të arratisur të cilët jetonin në Zelandën e Re. Njërit prej tyre, pikërisht Halid Bajrami, ishte lidhje e sigurimit të shtetit. Që të justifikonin përgatitjet apo operacionin që po organizonin përballë dëshmitarëve të rastësishëm apo qoftë autoriteteve italiane, Xhevdet Mustafa dhe Sabaudin Haznedari hapin fjalë se e gjitha kishte lidhje me një thesar floriri. Duke ndjekur grumbullimet e lëvizjet e tyre në Itali, marrin vesh se ata po përpiqen të pajisen me armatim, si dhe po orvaten të gjejnë një skaf me skafist. Në Itali morën përsëri të dhënën se grupi do të vinte në Shqipëri për të marrë një sasi floriri të fshehur diku midis Tiranës dhe Durrësit. Por nga New Yorku, informacioni vinte jo kaq i verdh e kaq delikat. Do vinte në Shqipëri me një detyrë speciale për të takuar një person të rëndësishëm dhe do të strehojë në një bazë në blok ose në afërsi të tij. I fiksuar nga këto informacione, sigurimi i shtetit nxiton të futet në lidhje me mafjen italiane, me të cilën prej gati 10 vitesh bashkëpunonte në kontrabandën e cigareve Marlboro të prodhimit amerikan. Sigurimi i shtetit ishte i bindur se Xhevdet Mustafa dhe të tjerët do të përpiqeshin të shfrytëzonin së pari këtë linjë komunikimi. Pra pritej që ata të paguanin një nga mjetet e zakonshme të kontrabandës së Marlboros ose së paku të joshnin një nga skafistët italian të specializuar me udhëtimet në drejtim të brigjeve shqiptare. U shfaq një detyrë tjetër, të mbaheshin në vëzhgim të pandërprer skafistët e kontrabandës së duhanit. U kërkuam kapove të tyre që me lëvizjet në det për asnjë arsye të mos lëviznin jashtë kuadratit të përcaktuar. U lejohej futja në radhë në një korridor të caktuar me kusht që të qëndrohej vetëm pranë anijeve bazë. Nga organi i zbulimit, duke bashkërenduar veprimet me drejtuesit e kompanisë Alptrans, u takuan personat përgjegjës dhe bashkërisht me ta u vendos për të gjithë skafistët që do të vinin në këtë periudhë të na dorëzohej më parë lista me emrat e tyre. Në të njëjtën periudhë, të gjithë drejtuesit e flotës ushtarake detare të kohës, si dhe të gjithë krerët e policisë së qyteteve bregdetare, u lajmëruan për një zbarkim të mundshëm që në atë kohë quhej diversionist. Fotografia e Xhevdet Mustafës u shumëfishua dhe ju shpërnda personave më të besuar. Njëkohësisht, roja bregdetare që në këtë kohë kryhej nga flota ushtarake përmes katerave silurues, u njoftua për mundësinë e një zbarkimi diversionist dhe u instruktua të mos ishte tolerante. Situata e acaruar do të shkaktonte viktimën e parë, pikërisht nga ky kontingjent me skafistëve italian të kontrabandës së Marlboros. Më 25 korrik 1982, një kater silurues i bazës së Vlorës hapi zjarr mbi një skaf të kontrabandës së cigareve që nuk ju bind shenjave për të ndaluar. Ngjarja ndodhi në afërsi të Gjirit të Gramës në Karaburun. Drejtuesi i skafit, i quajtur Gilberto Moretti, humbi jetën. Ushtarakët shqiptar, protagonistë të kësaj ngjarjeje, e kanë pohuar se gjithçka ndodhi për shkak të gatishmërisë dhe urdhrave strikt të dhënë për shkak të frikës së zbarkimit të Xhevdet Mustafës. Kjo pra ishte pjesë e parë e dokumentarit, ndërkohë Ferdinand, futemi pak në thellësi të këtij personazhi që me sa duket ka qenë në survejim edhe nga sigurimi i shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në New York. Kush ishte ky personazh? Pak një profil edhe nga origjina e tij në Shqipëri dhe më pas ajo çfarë ai bënte në New York ku u kthye në një objekt të sigurimit të shtetit. Përpara se të themi këtë, duhet të themi që në këtë periudhë shteti shqiptar kishte forcën e një shteti sa i përket të paktën shërbimeve sekrete. Pra, tjetër gjë një grup njerëzish, tjetër gjë një komunitet i vogël, se çfarë mund të arrijë përmes shërbimeve sekrete, dhe tjetër gjë një shtet. Shteti shqiptar vërtetohet që në këtë periudhë i ka pasur, madje edhe më herët, filluar nga vitet 50, kur përballoi me sukses, mund të themi,
një tentativë anglo-amerikane shumë të fortë për të ndryshuar qeverinë e Tiranës. Në atë periudhë ka përballuar pikërisht sigurimi i shtetit ose strukturat sekrete të shtetit të kohës. Dhe me kalimin e kohës ato arritën të kishin celulat e tyre nëpër Europë dhe nëpër botë. Ose më saktë kishin celulat e tyre aty ku kishte grumbuj kundërshtarësh të regjimit të larguar pas luftës së dytë botërore apo gjatë luftës së dytë botërore. Një nga këto zona ishte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte një komunitet goxha të zgjeruar shqiptarësh, jo të gjithë kundërshtarë të regjimit, kishte të ndryshëm, por kishte edhe një celulë të madhe që ishin kundërshtarë të regjimit. Në këtë periudhë, Xhavdet Mustafa është aratisur. Ku nga viti 64, në diçka e tillë, ai ka pas jetuar në Durrës, ka shkuar në Shtetet e Bashkuara, është vendosur në New York dhe nuk ka qenë në listat dhe në raportet që celula e sigurimit të shtetit në Shtetet e Bashkuara kishte. Pra, dihej që është aratisur, por që shef punën e vetë. Nuk ishte në syrin e regjimit. Nuk ka veprimtari anti-regjimit të Tiranës. Kjo ishte ajo që u pa fillimisht me Xhavdet Mustafën. Por, në një moment të caktuar ai bëhet aktiv. Këtu është dhe thelbi dhe çelësi i gjithë asaj çfarë do të ndodhte pas të aventurës që filloi dhe mbaroi me vrasjen e tyre në Shqipëri. Pra, unë do t'i besoja shumë... Ky aktivizim i tij lidhet me diçka, me një personazh, me një fenomen, me diçka zhvillim në shërbim? Unë do t'i besoja shumë kujtimeve që ka lënë Mëno Dedaj, që ka qenë rezidenti i sigurimit të shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York. Pra, njeriu që drejtonte këtë strukturë, i dërguar nga shteti shqiptar, nuk kam pas fatin ta takoj dhe të flas me të. Unë di dhe historitë e tij të mëpasme, e ka qenë disa kohë dhe drejtues i asaj ndërmarrjes së përbashkët që bëri Enver Hoxha me zviceranët për çuarjen drejt Italisë në mënyrë klandestine të cigareve Marlboro, me atë që njihet kontrabanda e cigareve Marlboro amerikane. Dhe ka qenë pjesë e kësaj strukture dhe një periudhë kohe Mëno Dedaj. Tani, ka sigurisht sigurimi i shtetit nuk i ka gjithë personat të qëruar e tjera. Por tek tuk janë vërë edhe njerëz që kanë qenë goxha patriot. Pra, dhe njerëz të drejtë që i themi ne me atë fjalën e thjesht, njerëz të drejtë. Një nga këta ishte Mëno Dedaj. E kam parë mënyrën e të vepruarit dhe të sjellurit të tij dhe kur ka qenë te kjo e ndërmarrja e cigareve dhe kur ka punuar më mbrapa mbas rrëzimit të sistemit komunist. Pra, ishte një njeri i ndershëm dhe njeri i besuar. Pikërisht, unë i besoj ato çfarë ka lënë ky të shkruara për Xhavdet Mustafën, sepse e para ka qenë ky rezidenti në New York, që i dinte dhe është marrë drejt për drejt me veprimtarin e tij. Pra, ata kanë arritur të kuptojnë që ky njeri deri dies ka bërë asgjë dhe në një moment caktuar shpërtheu. Pse? Dhe ata kishin gjetur që ky njeri kishte probleme me FBI sepse ishte futur në lojë në trafikun apo shpërndarjen e drogave. Dhe në një moment të caktuar kishte ardhur një lëvizje gati shahmat për të. Dhe kjo është momenti kur ai shkëputet, Xhavdeti, nga veprimtaria dhe kalon te historitë sikur po merrej me lëvizjen antikomuniste e tjera. Mëno Dedaj e shkruan shumë bukur vetë. Ai thotë, Xhavdeti u zhyt në ujëra të ndyra, ku as dinte, as mundej notonte, pra u zhyt te droga. Me kohë qëllimi i Xhavdetit unë gjyros me politika antishqiptare. Pra ai këtu e shikon, ai me këtë e lidh. Pra njeriu që ka parë nga afër thotë që ky njeri s'dinte si të dilte më dhe tha, unë tani po bëj një gjë të madhe patriotike për të balancuar këtë problem që kam, apo dhe për të i kaluar atë, varet nga suksesi i do kemun me këtë histori. Kjo besoj se është, pra, të pastroj veten duke realizuar një akt të madh patriotik. Kjo është historia e Xhavdetit që ka ndryshuar, që vjet re ndryshimi i Xhavdetit. Komplet, po mund, sepse më bëri përshtypje ajo që thatë, Ferdinand, që duke qenë se ishte njëri i zhytur në aktivitet palishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të përdorej, le të themi, si një person qofte edhe nga autoritetet amerikane kundër regjimit Hoxha?
Jo, nuk është përdorur nga. Nuk e kemi këtë rast, pra. Sepse Zakonisht amerikanët ke parasysh është si një lloj i penduari, pra, në një farë mënyrë, nëse e shpreha qartë atë ku duhet të dalë, pra. Në rast se ti je në një lum atje dhe do të shpëtosh nga lumi, duhet bësh një shërbim për shtetin, për shembull aty ku ai ishte. Jo, nuk kemi këtë rastin nuk ka lidhje me shtetin amerikan, sepse shteti amerikan i kishte hequr dorë nga qëllimet e vjetra të tij për rrëzimin e komunistëve të Tiranës me një mënyrë apo me një mënyrë tjetër. Pra, ata ishin tërhequr nga kjo. Atyre u interesonte geopolitikisht Shqipëria ashtu si ishte. Një Shqipëri kundër Bashkimit Sovjetik të kohës, që ishte kundër Bashkimit Sovjetik, dhe një shtet aty tampon që s'është me askënd dhe jemi në rregull, është në rregull me të gjithë. Pra, ata nuk ishin asnjë qëllim. Amerikanët nuk ishin asnjë qëllim dhe detyrimisht nuk ishin pse të rekrutonin njerëz e tjera për këtë pjesë. Por ne mund themi që ka një linjë jugoslave në mes. Pra, sigurimi i shtetit në atë kohë ka vërejtur lidhjet e tij me një femër që dyshonte se është linja jugoslave, atë femër në ky e kishte marrë me vete edhe në Europë. Pra, mendojnë dhe në Itali kanë pas të dhëna, nuk e di se sa të sakta janë, që sërish janë Jugoslavët në mes. Tani, pse mund të jenë Jugoslavët në mes? Jemi në vitin 82, në vitin 81 në Prishtinë ka nisur protestat fuqishme studentore dhe situata zjen për kërkimin e autonomisë, pra që Kosova të ishte një vend autonom, sepse nuk ishte, ja kishin hequr autonominë. Dhe serbët e kanë bërë këtë gjë, për të hequr vëmendjen. E kanë bërë gjithmonë me neve. Ne kemi qenë gjithmonë një shtet shumë i vogël, shumë i brisht përpara shtetit të tyre, apo aleancave që kishte shteti i tyre, për të na bërë gjëmën sa herë të donin ata. Pra, ata mendonin, mund të kenë menduar, që me anë të kësaj historie, të shmangnin vëmendjen, të tërhiqnin vëmendjen nga problemet që kishin brenda me shqiptarët dhe ta çonin vëmendjen në Tiranë, që ndodhi një gjë e madhe në Tiranë. Tani, nëse do flasim për dy personat të tjerë që ai arrit. Jo, para se ta ashtu, sepse do të ndjekim dhe pjesën e dytë, po pjesa e dytë flet edhe për atë që është zbarkimi i bandës së Xhevdet Mustafës në Shqipëri. Mund ta themi shkurt itinerarin nga është nisur dhe ku mbriti? Atëherë, ai është munduar të gjejë njerëz dhe mbështetje. Ka bërë dhe një vizitë në Zelandë në Re, ku kishte një tjetër komunitet shqiptarësh, emigrant, edhe antikomunist. Aty bashkë me të është bërë dhe ai infiltruari i sigurimit të shtetit, është rënë në kontakt dhe kanë ardhur në Europë ku janë munduar të krijojnë infrastrukturën e dur për të ardhur në Shqipëri. Kanë menduar mënyra të ndryshme dhe mënyra më e realizueshme kanë menduar me skaf, të vinin me një skaf nga brigjet italiane, brigjet e Puljas, të vinin në territorin shqiptar. Në Itali, përveç këtij Halit Baramit që e mori nga Zelanda e Re, që në një farë mënyre ishte një agent, se tu është i heshtur apo i fjetur i sigurimit shtetit, i cili u rimor sërish nga u vu në kontakt sërish nga sigurimi i shtetit. Dhe Sabaudin Haznedari, pra mbështetja e tij në Itali ishte Sabaudin Haznedari, një tjetër emigrant politik, kundërshtar i regjimit të Tiranës, i cili kishte dhënë prova që ishte vërtet i tillë. Pra, nëse në këtë grup kishte një njeri politik kundër regjimit të Enver Hoxhës, ky ishte Sabaudin Haznedari, i cili ishte e vërtetuar, kishte dorë në vendosjen e bombave me shpërthim të vonuar në ambasadën tonë në Rom në vitin 1974, një akt që ka bërë bashkë me një tjetër personazh interesant që quhej Abdyl Banushi, po ai ka një tjetër histori. Pra, nëse mund të kemi një kryetar bande, i takon të jetë jo Xhevdeti, të jetë Sabaudini. Ata kishin dhe një personazh tjetër që erdhi dhe ai për të marrë pjesë, po ai siç duket u çukit në kokë, mbase nga familja e vet apo diçka e tillë, sepse sigurim dhe ai u tërhoq shumë bukur, duke thënë, po, ishte një personazh i tretë, mua nuk kujtohet tani emri, i katërt, më fal, i cili e ka bërë lojën në momentin e fundit kur ka qenë duke u imbarkuar në skaf. Në qartë. Ai ka bërë sikur ka rëshqitur, e ka thënë më iku shtylla kurrizore se i dilte. Pra i lëvizte shtylla kurrizore diçka e tillë dhe nuk mund vi dot, pra është tërhequr në sekondën e fundit sepse e dinte se
Dhe shpëtoi. Dhe shpëtoi, sigurisht. Dhe ajo detaj që ju thatë që një person i infiltruar i sigurimit shtetit, kjo nënkupton Ferdinand që gjithë rrugtimi i Xhevdet Mustafës ka qenë në vëzhgimin e regjimit Hoxhës? Ka qenë edhe këtë menon Deda në librin e vet e jep hap pas hapi. Ata dinin dhe se fillimisht kanë tentuar të porosisin një vark. Pra donin që të prodhohej varka Kastile për ta me ato kushtet e tyre në Itali. Më mbrapa ata kanë munduar, pra kanë marrë vesh që ekziston kjo linja e kontrabandës sigareve që e bënte më shumë të mafia italiane dhe janë futur ta bëjnë këtë punë me njerëz që e njihnin bregun shqiptar dhe që ishin të sigurt, pra me këto skafistët që e bënin së mbyllur natën dhe ditën, se kishin problem. Plus që ishte edhe avantazhi që këto lejoheshin të futeshin në territorin shqiptar. Pra mund të futej e maskuar ajo varka apo skafi dhe këta e kanë kap situatën prap, pra aq shumë ishte e monitoruar lëvizjet e bandës, sepse kishin dhe të infiltruarin brenda. Sa vajtën dhe i komunikuar me mafien italiane dhe i thanë që mos bëni gaf të ndihmoni këtë grup, sepse për ndryshe do prishet biznesi. Dhe ata nuk kanë ardhur dot me një skaf të kontrabandës sigareve. Kanë ardhur me një tjetër, po me skafet e kontrabandës sigareve nuk më rritën. Mirë, shohim pjesën e dytë të dokumentarit dhe më pas rikthehemi përsëri në studio. Ndërkohë, sigurimi i shtetit arrin të kontaktoi Halid Bajramin gjatë kohës që grupi gjendej në Rom. Ati ju morën informacione për qëllimet e grupit dhe u instruktua se si duhet vepronte në vazhdim. Ndërsa, sipas këtij dokumenti të prillit 1982 për planet e Xhevdet Mustafës, sigurimi i shtetit kishte mbledhur të dhëna edhe nga të tjera burime. Nga të dhënat rezulton gjithashtu se në një firmë italiane që merret me tregtinë e anijeve, është bërë porosia për ndërtimin e një anije të vogël, por shumë të shpejt, e cila është e destinuar për të nisur në Shqipëri. Ka shumë mundësi që kjo anije e porositur të jetë e lidhur me misionin që kërkon të kryej i arratisur i Xhevdet Mustafa me grupin e tij terroristo-diversionist. Kjo argumentohet edhe me shprehjet e bëra nga vetë Xhevdeti ditët e para të prillit se do të shikoni se kush do të jem unë pas 2-3 muajsh. Nisjen për në Shqipëri do ta bëj nga Bari. Më 22 korrik 1982, Ministria e Brendshme, saktësisht Drejtoria e Sigurimit të Shtetit, lëshon një udhëzim sekret për të gjitha degët e punëve të brendshme, duke paralajmëruar rrezikun e zbarkimit të Xhevdet Mustafës. Sipas të dhënave të zbulimit, i arratisuri Xhevdet Mustafa, nga Durrësi, element me aktivitet armiqësor aktual, përgatitet së bashku me një grup të hyjë ilegalisht në vendin ton. Aktualisht qarkullon nëpër Europë me pasaport false me emrin Basri Lula. Pas numrit të pasaportës ka një gërm A. I përmenduri kërkon me çdo kusht të hyjë diversant në vendin ton. Prandaj është e nevojshme që mbi këtë bazë të forcohen masat e kontrollit në të gjithë postat e kalimit kufitar dhe sidomos gjallërimin e kërkimit. Kujdes t'i kushtohet edhe kontrollit ndaj grupeve turistike. Por, edhe pse sigurimi i shtetit kishte përdorur të gjitha mundësitë që të pengonte zbarkimin në Shqipëri të Xhevdet Mustafës dhe grupit të tij, edhe pse ishin bërë marrëveshje me mafien italiane, me të cilën shteti shqiptar organizonte prej vitesh kontrabandën e cigareve Marlboro të prodhimit amerikan, udhëtimi u realizua. Ato detyrë kemi pasur, domethënë. Sipas M.N. Dedajt, atë e mundësoi UDB-ja apo Shërbimi Sekret Jugoslav. Ish oficeri i sigurimit të shtetit ka shpjeguar edhe enigmën se përse ata zbarkuan në Divjak dhe jo në Golem të Durrësit, siç kishin planifikuar. Devijimi 60 kilometra më në jug të Durrësit erdhi sa për arsye të mosnjohjes mirë të terrenit nga skafistët, aq edhe për t'u shmangur rënjes në kurth. Ndoshta edhe dyshuan te anijet tona të patrullimit në ujrat pranë kufirit shtetëror. Grupi terrorist e quante se Bregdeti ku zbarkuan nuk kontrollohej. Gjykoi gabim. Xhevdet Mustafa, Sabaudin Haznedari dhe Halid Bajrami zbarkuan natën e 25 shtatorit 1982 në Bregdetin e Divjakës. Duke kujtuar se e kishte kryer detyrën e vet,
Skafisti italian u largua pa humbur kohë, por se kur zbardhi dita, pjesëtarët e grupit e kuptuan se gjendeshin në një ishull rëre dhe se për të shkuar deri në breg, u duhej me patjetër një tjetër mjet lundrues. Diku para drekës, ata bien në kontakt me 2 oficerë të policisë kufitare, Angel Agaliun dhe Sazan Zekën, të cilët po peshkonin në afërsi. Xhevdet Mustafa i vret pa asnjë paralajmërim. Pak kohë më pas, Xhevdeti dhe 2 të tjerët shohin që drejt tyre po afrohej një varg me motor. Sipër shquhej një oficer policie si dhe një civil. Sërish Xhevdet Mustafa qëllon pa asnjë mëdyshje mbi njeriu e veshur me uniformë ushtarake, ndërsa kursen njeriu e veshur me rroba civile, pa e mësuar kurrë se edhe ai ishte një punonjës policie. Polici që edhe sot është shëndoshë mirë dhe që quhet Sokrat Biti, atë ditë fatmirësisht e kishte lënë uniformën në post. Ja si e ka rrëfyer ai këtë pjesë të historisë përpara hetuesit Dilaver Bengasi. Në thellësi pam 2 vet para dhe një rreth 100 metër mbas tyre që po vinin drejt nesh dhe 2 të parët na e bën me dorë. Neve zbritëm dhe kur ju afruam njëri tjetrit, njëri prej tyre na tha të dorëzoheshim dhe nxorri automatikun para. Remziu futi dorën në brez për të nxjerrë pistoletën, por ai më i riu, pa pritur shtiu me breshëri automatiku pa zë dhe Remziu ra i vdekur për tokë. Unë menjëherë ula në gjunjë, duke vënë duart në kokë dhe thash: "Aman, mos më vrisni, se unë fshatar, punëtor jam." Dhe ai i riu më tha: "Hip në varg dhe na nxirr nga ky vend në drejtim të atij hoteli." Në fakt, ishte kampi i punëtorëve. Grupi i armatosur i drejtuar nga Xhevdet Mustafa e përdor civilin të cilit i kurseu jetën për të mos gabuar udhëtimin drejt Tiranës. Madje ata i ngarkojnë atij mbi shpatulla edhe një çantë të rëndë me armë dhe sende të tjera. Në pyllin e Divjakës, Xhevdet Mustafa vret edhe një punëtor të pyjores që quhej Vlash Përboti dhe që kaloi pranë tyre me këtë biçikletë. Atje ai miriu që na kanoste gjithmonë për vrasje, mbasi i tha ndalo një djali me biçikletë që kaloi aty pranë dhe ai nuk ndaloi, ai e kapi për biçiklete dhe unë dëgjova 3 të shtëna të pistoletës dhe ai e vrau. Kjo ndodhi në orën 18 të datës 25 shtator 1982 dhe në datën 26 shtator, kur shkova me shokët e policisë për t'ju treguar rrugën e kalimit, unë e gjeta të vrarin që ishte Vlash Përboti. Mes datave 25 dhe 26 shtator 1982, grupi udhëton për gjithë natën në këmbë paralel me rrugën automobilistike që lidh Divjakën me Rogozhinën, për habi, edhe pse pas kishin lënë 4 të vrarë, 3 oficer policie dhe 1 civil, askush nuk i pengon. Sa duket, kufomat ende nuk ishin gjetur për shkakun se gjendeshin larg zonave të frekuentuara nga njerëz të rastësishëm. Më thanë t'i çoja në drejtim të Rogozhinës, sepse më thanë që do të shkoni në Tiranë. Gjatë rrugës, më thoshte ai më i riu: "Kalo përpara, se kemi ardhur për të shpëtuar popullin që po e bëjnë të vuaj." Po ashtu më pyeste ai më i riu: "Si është udhëheqësi kryesor? A është i smur?" Mehmet Sheun e vran vetë këta të udhëheqjes, dhe jo si kur thonë në gazet, vrau veten. Grupi kalon përmes qytetës së Rogozhinës dhe mbërrin pa u pikasur në stacionin e trenit. Ata fshehin çantën me armë në një bunker ende të pamontuar dhe përzihen me udhëtarët. Më ullësisht, këtë pjesë të historisë, Sokrat Biti, polici i marr peng nga Xhevdet Mustafa, e ka rrëfyer në të vetmen dëshmi të tij dhënë një gazete të përditshme. Diçka folën mes tyre dhe pash 2 të tjerët, Sabaudinin dhe Halit Bajramin, të nisen me pamje të shpenguar drejt hyrjes së stacionit të trenit, duke marrë me vete vetëm pistoletat që i fshehën në rroba, ndërsa Xhevdeti nuk lëvizi nga vendi. Kuptohet që unë mbeta pranë tij, sepse ende i kishim duart të lidhura me tel. Kaluan pak minuta kur pam Sabaudinin të dilte me vrik nga dera kryesore e stacionit dhe të drejtohej aty ku po rrinim ne. Sabaudini dhe Haliti kishin rënë në sy të një shitseje byrekësh. Pasi i kishin lënë,
50 lek bakshish. Menjëherë shitësja kishte lajmëruar policin e stacionit duke i shpjeguar se si dy të dyshimt që flisnin një shqipe të rënd i kishin lënë bakshish një shumë të madhe se ata ishin të veshur me rroba të prodhimit të huaj e të tjera. Polici u ishte afruar të dyve duke u kërkuar pasaportat, ndërkohë haznedari ishte larguar duke shpjeguar se duhet të shkonte jashtë lokalit që t'i merrte letër njoftimet tek çanta. Ndërkohë plas pushka. Policia u kishte bërë me shenjë një grupi të armatosur forcash vullnetare, të cilët vënë në shënjestër Sabaudin Haznedarin e pozicionuar tek bunkerët. Edhe pse përgjigjet me breshëri automatiku, Sabaudin Haznedarin e braktis shpejt fati, një plumb e kap në kokë, pa i dhënë mundësinë që të merrte me vete ndonjë të pafajshëm tjetër. Ndërkohë Xhevdet Mustafa arratiset. Në kërcënimin e pistoletës, ai detyron shoferët e dy makinave të ndryshme ta çojnë në drejtim të lushnjës. Dikur vendos të mbyllet në një shtëpi në fshatin Zham, rreth 4 kilometra në jug të Rogozhinës. Muharrem Berberi, në atë kohë një nga të rinjtë e shkathët të fshatit Zham, bëhet dëshmitari më interesant i vijimit të historisë. Duke e kuptuar se diçka e madhe ishte duke ndodhur, Muharremi kishte ndjekur me vrap nga pas mjetet dhe trupat e ushtrisë, që i drejtoheshin vreshtit të fshatit, në afërsitë të cilit gjendej banesa ku ishte ngujuar Xhevdet Mustafa. Deri në këtë kohë, Xhevdet Mustafa kishte qelluar dhe vrarë të zotin e shtëpisë, Mersin Sulën, që ishte duke zier rakin në Bahçe. Pak minuta më pas, Mustafa, me një plumb të vetëm, kishte vrarë edhe një oficer ushtrie, Tomor Zykajn, i cili ishte afruar shtëpisë me një tricikël përmes një rruge të vreshtit. Në brendësi gjendeshin vetëm Xhevdet Mustafa dhe 5 fëmijët e mitur të familjes, pasi e ema e tyre ende nuk ishte kthyer nga puna në fermë. Me të mbërritur, Muharremi kërkon të bëj protagonistin. I kërkon në armë një oficeri ushtrie duke i thënë se do të futej në çatinë e shtëpisë me qëllim që të vriste diversantin. Për habi, oficeri ja plotson dëshirën. Muharremi arrin të heqë disa tjegulla dhe të futet në tavan. Ishte i frikshëm, duke sikur ishte 2 metra i gjatë, i fuqishëm, veshur sipër me një bluzë të zezë të thjesht prej pambuku dhe armatosur vetëm me një pistolet me silenciator. Kishte zhvendosur një bufe në drejtim të derës, duke e pozicionuar diagonalisht, pra pa e bllokuar krejtësisht atë. Qëndronte në mes të dhomës, i rrethuar nga 5 fëmijët, më i vogli prej të cilëve nuk kishte mbushur as 2 vjeç. Ndërkohë nga jashtë kishin nisur tratativat për të mundësuar lirimin e fëmijëve. Dikur Xhevdeti pranoi t'ia dorëzonte vetëm nënës 2 nga fëmijët, më të vogli në moshë, si dhe një nga vajzat, e cila ishte plagosur në këmbë. Nga një tjetër pozicion, pash nënën e fëmijëve, sheje Sulën, të afrohej dhe mëtej edhe 2 fëmijët i bashkoheshin. Sipas rrëfimit të Muharremit, dikur, me zërave që negocionin për lirimin e fëmijëve, ishte dëgjuar edhe zëri i ministrit të mbrojtjes Kadri Hasbiu. Xhevdeti e pyet se kush ishte, edhe pasi merr përgjigjen, reagon me fjalët "ku je o mace e zez". Ndërkohë Xhevdet Mustafa e zbulon njeriun që e vëzhgonte përmes një vrime në tavan. Pas lirimit të 2 prej fëmijëve, dëgjova Xhevdetin të thoshte: "Shikoni, ai që është në tavan nuk është shqiptar, por anglez. Kur ta shihni, më thoni." Dhe sa herë që unë vija syri në vrim, fëmijët e tregonin. Ja ku është, Britma shoqëroi me një tjetër vrim në tavan, të bërë nga pistoleta pa zhurmë e Mustafës. Por unë, sapo fëmijët më vinin re, largohesha në një tjetër kënd të tavanit. Xhevdeti më qelloi vetëm 3 herë, sa duket kur sente municionet, ndërsa vetë nuk qellova pasi kisha frikë se mos lëndoja fëmijët. Përkundër shumë versioneve, Muharrem Berberi, djaloshi nga Zhama që ndiqte lëvizjet e Xhevdet Mustafës, dëshmon